E ndërsa verës po afrohemi gjithnjë më shumë, Gjirokastra po rikthehet si destinacioni preferuar për turistët nga e gjithë bota. Kjo fundjavë ka sjellë një fluks të madh vizitorësh, të cilët vijnë për të shijuar jo vetëm historinë e pasur dhe arkitekturën unike, por edhe kulturën e gjallë dhe mikpritjen e ngrohtë të banorëve vendas. Jam nga Franca. Erdhëm të vizitojmë Gjirokastrën sepse kishim dëgjuar për të. Shqipëria ka ndryshuar shumë dhe është bërë mrekullueshme. Është një qytet i mrekullueshëm me histori dhe arkitekturë interesante. Kemi vizituar pazarin dhe Kalan dhe po na pëlqen jashtëmase shumë. Është herë e parë që vi në Gjirokastër, po më pëlqen shumë. Shtëpitë e vjetra me arkitekturën e veçantë që kanë, pazari fantastik, njerëz të dashur dhe mikpritës. Kam mbetur e impresionuar nga kjo vizitë. Jam nga Afrika, por jetoj në Greqi dhe sot kam ardhur me bashkëshortin tim të vizitoj Gjirokastrën. Është e mrekullueshme, po më pëlqen shumë. Jam duke filmuar me kamerën time për t'ia treguar shoqërisë time këtë qytet të mrekullueshëm. Me sezonin veror që po afron, pritshmëritë janë të larta që Gjirokastra do të vijojë të tërheqë vizitor nga çdo cep i botës.